Gati? Po, gati. Qartë. Atëherë, në institucionet rezidenciale që administron shërbimi social janë dhe qendrat për të moshuar, qendra ditore dhe qendra rezidenciale. Për të dyja qendrat ka rregulla të miratuara me ligj, ka standarde të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Shërbimi social i monitoron këto. Cilat janë këto rregulla? Kur një moshuar komisionohet nga shërbimi social për të vajtur dhe për të qenë rezident aty. Së pari është qendër për të moshuarit të cilët janë të braktisur totalisht, nuk kanë të afërt, persona që nuk kanë të ardhura, që të jetojnë në familjen e tyre, në shtëpinë e tyre dhe mund të marrin një përkujdesje nga jashtë. Për këta persona janë personat e parë në nevojë, të cilët duhet të komisionohen dhe duhet të trajtohen në qendrat tona rezidenciale. Por ç'ndodh realisht? Realisht neve kemi gjetur që në shtëpinë të moshuarve, për shembull në Tiranë, edhe në për qytetet e tjera, ka të moshuar të cilët i kanë të afërmit. Por, për arsye të ndryshme, i moshuari mund të jetë i smur, ka nevojë për një përkujdesje më të veçantë, nuk është më i aftë t'ju shërbej fëmijëve, po ka nevojë që fëmijët i shërbejnë atij. Për fat të keq, shumë nga këta fëmijë, nipër, besa, të cilët duhet ta kenë detyrë morale për të kujdesur për të moshuarit, preferojnë që t'i lënë në institucion. Neve nuk mund t'i lëmë rrugës natyrisht në këto kushte, por puna e punojësve tanë që janë aty, punojës social, psikolog, është jo vetëm të krijojnë socializimin e të moshuarve me njëri tjetrin në qendër, por të punojnë me familjarët në mënyrë që këto të moshuar të kthehen në ambientin familjar. Sado ndryshime që kemi bërë dhe përmirësime në institucion, fakti është që institucioni mund të jetë edhe nga më luksozët, nuk mund të zvendësoj kur ambientin familjar dhe dashurinë që ka i moshuari qoftë jo vetëm për personat e familjes, por qoftë edhe për objektet që ka ai aty. Krevati, librat, bufeja, çdo gjë që e ka rrethuar gjatë gjithë jetës, nuk ja zvendëson më një dhomë e veçantë brenda qendrës së të moshuarve. Kjo është puna që bëjnë punojësit tanë. Natyrisht ka nga ata të moshuar që i kanë dhe fëmijët jashtë dhe nuk kanë ku t'i lënë prindrit dhe i sjellin aty. Ndërkohë që neve po punojmë që të kenë shërbim në familje. Për shembull, fëmijët mund të kërkojnë që brenda shtëpisë të vijë një person dhe t'i bëj shërbimin, që nga ushqimi, dhënia e ilaçeve, çdo nevojë tjetër që ka i moshuari, t'ia krijojë një person që vjen nga jashtë dhe ky quhet shërbim në familje. Profesione të tilla tashmë ekzistojnë, sepse ka shkolla profesionale që përgatit asistencë për shtëpi në familje për të moshuarit, por nganjëherë mungon informacioni, por në më të shumtën e rasteve mungon vullneti. Të afërmit e quajnë zgjidhjen më të lehtë për ta lënë në azil, për të mos thënë fjalën tjetër, pastaj për ta abandonuar, sepse është për të ardhur keq, por nuk vijnë ta shohin. Ose ka të tjerë që e kanë konsideruar azilin si një vend ku nga përfitimet që mund të kenë të ndihmojnë fëmijët e tyre të cilët nuk duan të punojnë, sepse janë në moshë pune dhe presin që i moshuari që është në azil t'i ndihmoj ata me lekë, t'i ndihmoj ata me ushqime, dhe kemi nga ata që fshehur azil e mbajnë ushqimin, e fshehin dhe dalin nga institucioni natën për t'ia çuar fëmijëve të tyre, të cilët parazit jetojnë duke lënë prindin e tyre në shtëpi të moshuarish. Për secili rast, thash, punojësi social dhe psikologu ka një dosje, ka dhe një plan veprimi që bën për to. Domethënë që nga përkujdesja ditore për të moshuarin dhe deri te plani afatgjatë bashkimin me familjarin ose plan afatgjatë për të moshuarin nëse nuk ka mundësi të kthehet në familje, nëse dështojnë të gjitha përpjekjet për të bashkuar me familjarët e tij. Kjo është ana sociale. Pastaj natyrisht këtë program social aty e kanë të programuar me aktivitete të tjera që nga festimi i ditëlindje, festimi i festave, biseda që bëjnë me shkrimtarë që ftojnë atje, festa dhe biseda që bëjnë me të rinj që vinë atje. Ne si shërbim social kemi një grup vullnetarësh, edhe studentë që bëjnë praktika, po më të rëndësishmit për mua janë vullnetarët, që me dëshirën e tyre të mirë shkojnë njërë një javë, njërë në muaj, sa herë kanë kohë. Shkojnë dhe të moshuarit për të bërë biseda me ta. Thjesht
edhe për t'i bërë ata të shprehin çfarë kanë nevojë, çfarë historisht duan të tregojnë për jetën e tyre të kaluar, që kanë nevojë të flasin, kanë nevojë të shprehen te dikush, të tregojnë. Për këtë janë vullnetarë, si edhe për t'u shërbyer ku kanë nevojë për ndonjë gjë tjetër.